Një nën me 3 fëmijë jetim dëshkohet nga Bashkia e Shkodrës pasi banorët ndërtuan një stre modeste, komuniteti reagon dhe paralajmëron përgjegjësi kolektive. Një hajdut futet në xhami dhe vjedh arkën e dhurimeve, besimtarët kërkojnë drejtësi brenda 24 orëve. Një shqiptare 27 vjeçare, nën e një djali të vogël, gjendet e pajetshme në Itali misteri një vdekje që tronditi komunitetin. Britania e Madhe dhe SBA bombardojnë rebelët e Houthit në Yemen pas rikthimit të Donald Trump në presidencë. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TVadeu. Në Shkodër, Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit ka proceduar penalisht dhe gjëbitur një nën me 3 fëmijë jetim pasi fshati ndërtoi një stre modeste pas vdekjes së bashkëshortit. Banorët kërkojnë anulimin e masës, përndryshe paralajmërojnë se do të marrin përgjegjësi kolektive për ndihmën e dhënë. Gjatë fushatës elektorale, kur ndërtimet paleje lulëzojnë në qarkun e Shkodrës, institucionet u treguan të rrepta me një nën me 3 fëmijë jetim. Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë Shkodër ka proceduar penalisht dhe ka gjëbitur Esmeralda Alijajan, nën e re me 3 fëmijë të mitur, nga që fshati vendosi të ndërtonte një stre modeste. Pas ndarjes nga jeta të kryefamiljarit dhe për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike të familjes, komuniteti dhe këshilli i xhamisë u mobilizuan vullnetarisht për të ndihmuar. Banorët kërkojnë që bashkia të tërheqë gjobën dhe procedimin penal, ose në të kundërt, do të procedojë penalisht gjithë fshatin, sepse ata kanë kryer punimet. Para një viti, kryefamiljari i familjes Aliajaj u nda nga jeta pas një ataku kardiak, dhe familja sot nuk ka asnjë ndihmë përveç banesave të fshatit. Në Tiranë, një burr është kapur nga kamerat duke vjedhur arkën e dhurimeve në një xhami në rrugën Siri Kodra, ndërsa dyshohet për vjedhje të ngjashme edhe në xhami të tjera. Besimtarët kanë reaguar ashpër duke kërkuar kapjen e tij dhe kthimin e parave brenda 24 orëve. Një burr hajdut është kthyer në shqetësim serioz për besimtarët musliman në Tiranë pasi prej disa ditësh është parë duke shkuar në xhami të ndryshme me qëllim vjedhjen e arkave të dhurimeve. Një video e mbërritur në redaksin ton dokumenton të gjithë momentin e vjedhjes në një xhami pranë rrugës Siri Kodra. Në pamje shihet burri i veshur me xhaket blu, xhinse, maskë kirurgjikale, kapele të zezë dhe me një çantë të madhe shpine. Ai hyn me shpejtësi në ambientet e xhamisë dhe pasi konstaton se brenda nuk ndodhet askush, nis grabitjen. Fillimisht shikon kamerat e sigurisë, por nuk tërhiqet. Afrohet pranë arkës së dhurimit dhe tenton ta hap, por pasi nuk ja del, rikthehet sërish për ta shkulur plotësisht nga vendi. Në pak sekonda, ai e fut arkën në një thesë dhe largohet me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Qytetari që ka denoncuar rastin ka mbetur i tronditur nga ngjarja dhe bën thirrje për kthimin e parave, duke paralajmëruar autorin për pasoja nëse nuk i dorëzon brenda 24 orëve. No comment. Vidhet edhe xhamia, nuk di ç'të them. Xhamia Siri Kodra, jemi shumë afër gjetjes së tij. Nëse nuk i kthem brenda 24 orësh te xhamia, do i kemi punët më keq. Arka e xhamisë, shkruan denoncuesi në mesazhin e tij. Ngjarja ka nxitur reagime edhe nga besimtarë të tjerë, të cilët ndajnë informacione për të paralajmëruar komunitetin se një njëjtë person dyshohet të jetë përfshirë edhe në vjedhje të ngjashme në xhami të tjera. Deri më tani autori vazhdon të jetë i lirë dhe nuk ka ende asnjë njoftim zyrtar nga policia për arrestimin e tij. Në Itali, një 27 vjeçare shqiptare me emrin Ermela u gjet pa shenja jete e lidhur pas një peme në rajonin Mollisen, një ngjarje që ka tronditur komunitetin shqiptar. Autoritetet po hetojnë rrethanat e vdekjes së saj ndërsa priten rezultatet e autopsisë. Vajza që shihni në foto është Ermela, 27 vjeçaria shqiptare e cila u gjet pa shenja jete në rajonin e Mollise, e lidhur pas një peme. Ngjarja horror ka tronditur komunitetin shqiptar në Itali ndërsa ende mbetet mister shkaku i vdekjes së saj. E reja, e cila ishte nëna e një djali 7 vjeçar, ishte shpallur e zhdukur nga bashkëshorti, i cili nisi ta kërkonte pasi nuk po arrinte ta kontaktonte. Ishte pikërisht ai që gjeti trupin dhe njoftoi menjëherë autoritetet dhe shërbimet mjekësore, por për fat të keq ishte tepër vonë. Ermela ishte një emër i njohur për komunitetin lokal, ku punonte pranë një qendre për emigrantët dhe njihej për përkushtimin e saj si nën. Djali i saj, sipas të afërmve dhe fqinjve, ishte gjithçka për të. Hetimet për këtë ngjarje të rëndë vijojnë, ndërsa autoritetet italiane po presin rezultatet e autopsisë për të zbardhur rrethanat e sakta të vdekjes.
Mjetet lundruese që afrohen rrezikshëm pranë bregut po shkaktojnë shqetësim tek pushuesit në Sarandë, veçanërisht e prindrit me fëmijë të vegjël. Një qytetare ka denoncuar situatën duke kërkuar masa për garantimin e sigurisë në zonat e plazhit. Me rritjen e temperaturave, Bregdeti është zgjedhja kryesore për shumë qytetar, pushues dhe jo vetëm. Moti i mirë i këtyre ditëve ka vënë në lëvizje edhe mjetet lundruese që reklamojnë adrenalinën shumë pranë bregut të detit. Por ky fenomen shqetëson prindrit me fëmijë që për të relaksuar dhe kaluar disa orë të lira zgjedhin Bregdetin. Një qytetare e cila mesditën e sotme vendosi ta kalonte në Bregdetin e Sarandës ka denoncuar këtë problematik. E shqetësuar për sigurinë e saj dhe të fëmijëve, qytetarja pyet nëse është normale që këto mjete të lundrojnë kaq pranë Bregdetit, duke rrezikuar jo vetëm jetën e vizitorëve të tjerë, por edhe të tyren. Tensionet mes Indisë dhe Pakistanit janë përshkallëzuar pas masakrës në Pahalgam me frikën e një përplasjeje të afërt ushtarake mes dy fuqive bërthamore. India i ka dhënë ushtrisë dorë të lirë për reagim, ndërsa komuniteti ndërkombëtar bën thirrje për vetëpërmbajtje. Tensionet mes Indisë dhe Pakistanit janë përshkallëzuar ndjeshëm duke rritur frikën për një përplasje të re ushtarake mes dy fuqive bërthamore. Pakistani ka deklaruar se zotëroni informacion të besueshëm se India do të kryejë një sulm brenda 24 deri në 36 orët e ardhshme. Si përgjigje ndaj masakrës së javës së kaluar në Pahalgam, u mbetën të vrarë 26 persona, shumica turistë indian. Grupi që mori përgjegjësinë për sulmin, Kashmir Resistance, ishte i panjohur më parë. Sipas dëshmive, autorët veçuan burra hindu dhe i qelluan në kokë nga afër. Një prej viktimave ishte një burr që refuzoi të shqiptonte deklaratën islame të besimit. India ka fajsuar Pakistanin për mbështetje ndaj militantëve, ndërsa Islamabadi e ka mohuar çdo përfshirje. Në përgjigje, India ka pezulluar një traktat të rëndësishëm për ndarjen e ujrave, ka mbyllur kufirin me Pakistanin dhe ka ndaluar fluturimet e avionëve pakistanez në hapësirën e saj ajrore. Edhe Pakistani është kundër përgjigjur duke mbyllur hapësirën ajrore për fluturimet indiane. Ndërkohë janë regjistruar shkëmbime të shumta zjarri në vijën ndarëse të kontrollit në Kashmir, ndërsa të dyja palët akuzojnë njëra tjetrën për shkelje të armë pushimit. Qeveria indiane i ka dhënë ushtrisë liri të plotë për të vendosur për kohën dhe mënyrën e reagimit, duke rritur frikën se një përplasje ushtarake mund të jetë e pashmangshme. OKB dhe SBA kanë bërë thirrje për vetëpërmbajtje dhe shmangje të një konflikti që mund të ketë pasoja tragjike për rajonin. Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer një sulm të përbashkët ajror ndaj objektivave të militësisë Houthi në Yemen në kuadër të një operacioni për të ndalur sulmet ndaj anijeve në detin e Kuq. Sulmi shënon ndërhyrjen e parë ushtarake pas rikthimit të Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë dhe vjen mes tensioneve të aleatëve perëndimor. Britania e Madhe ka ndërmarrë një sulm të përbashkët ushtarak me Shtetet e Bashkuara ndaj militësisë Houthi në Yemen, konfirmuan zyrtarët britanik të mërkurën. Ky është sulmi i parë që prej rikthimit të Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë dhe nisi një fushat të intensifikuar kundër grupit të mbështetur nga Irani. Sipas Ministrisë Britanike të Mbrojtjes, sulmi u krye gjatë natës për të dobësuar aftësitë e Houthive dhe për të parandaluar sulme të mëtejshme ndaj anijeve britanike dhe ndërkombëtare. Operacioni vjen në një kohë kur SBA po shton ndërhyrjet ushtarake në detin e Kuq, ndërsa Britania, sipas Ministrit të Mbrojtjes John Healey, është në krah të aleatëve të ngushtë të sigurisë. Ai theksoi se sulmet e Houthive po dëmtojnë ekonominë britanike dhe po destabilizojnë të gjithë rajonin. Gjatë operacionit, avionët luftarak britanik Typhoon përdorën bomba precize për të goditur një kompleks ndërtesash rreth 24 kilometra në jug të qytetit Sana, ku besohet se prodhoheshin dronët që përdoren për të sulmuar anijet në detin e Kuq dhe gjirin e Adenit. Ministri i Mbrojtjes deklaroi në parlament se objektivat u goditën me sukses dhe nuk ka prova për viktima civile. Ndërkohë, SBA ka zhvilluar më shumë se 800 sulme ajrore ndaj objektivave Houthi që nga marsi, si pjesë e operacionit të ri të quajtur Operation Lowrider. Sipas të dhënave amerikane, që prej nisjes së këtij operacioni numri i sulmuesve me raketa dhe dron nga Houthit ka rënë ndjeshëm. Pavarësisht bashkëpunimit, mediat raportojnë për tensione pas zbulimit të disa mesazheve të publikuara nga sekretari amerikan i mbrojtjes në aplikacionin Sinjal, ku kritikon të ashpër vendet evropiane duke i quajtur parazit dhe patetik. Zonja dhe zotrin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë takoheshim.